vazhdojmë me lajme të tjera nga situata në Shqipëri edhe në botë, por një alarm i habitshëm në fluturimin Londër-Tiranë. 5 pasagjerë ranë pa ndjenja, avioni devijoi në Munich dhe u kthye në Londër. Nuk dihet shkaku i gjendjes të këtyre personave shqiptar të cilët ranë pa ndjenja në avion. Avioni i nisur nga Londra me destinacion Tirana nuk mbriti në Shqipëri pasi në Gjermani devijoi rrugën. Avioni i nisur nga Luton Airport pritet të mbrinte në Rinas në orën 10:55, po në Munich avioni ka devijuar rrugën dhe është kthyer në destinacionin fillestar në Londër nga është nisur. Raportohet se 5 pasagjerë janë sëmurur pa pritur me gjendje të fikti dhe sapo ekuipazhi ka njoftuar pilotin, ai ka devijuar rrugën për të kthyer në Londër, pasi në atë pikë ishte më afër se Tirana. Megjithatë, ende nuk dihen shkaqet e kësaj sëmundje. Avioni ka mbritur në aeroport dhe 5 ambulanca u ndodhen në pistë duke pritur pasagjerët të sëmurë, të cilët nuk dihet çfarë u ka ndodhur ende. Ndërkohë pasagjerët e tjerë pritet të nisen drejt Tiranës më vonë. Kjo ka shkaktuar vonesa edhe për pasagjerët që do të udhtonin nga Tirana mbrapsht drejt Londrës.